Të dashur miq, selam aleikum. Sot është data 11 maj i vitit 2025. Unë lidhem si gjithmonë nga xhunglat e Kuala Lumpurit. Në lidhje me mua kam besimtarin musliman dhe aktivistin Baki Goxhaj. Dhe Bakiun sot po e thras me shkas, nga që Bakiu qëndron mbrapa një iniciative e cila quhet themuslimvote.al. Me këtë faqe që Bakiu ka ndërtuar, ai i apelon besimtarëve musliman në të gjithë Shqipërinë që sot që janë zgjedhje mos të mëkatojnë për të votuar për Partinë Socialiste, pasi Bakiu Partinë Socialiste e quan bashkëpunëtore në gjenocidin e Gazës. Në faqen themuslimvote.al, Bakiu denoncon qeverinë Rama dhe mbështetjen që ajo jep për Izraelin, ekonomikisht, diplomatikisht dhe kulturalisht, duke trahtuar vlerat e popullit tonë dhe duke shkelur ligjin ndërkombëtar. Bakiu përmend disa raste të mbështetjes të qeverisë Rama. E para, Shqipëria eksporton naftë në Izrael, duke mbështetur makinerinë e luftës në Gaza. Qeveria shqiptare ka afruar portet për ankorimin e anijeve me armë, marrëveshje tregtare të Shqipërisë me Izraelin. Shqipëria votoi kundër disa rezolutave të OKB-s në 2023 dhe 2024 që kërkonin armëpushim. Qeveria mirëpriti presidentin izraelit Isaac Herzog në 2024 si aprovim dhe përkrahje të veprimeve izraelite. Kryeministri Rama vizitoi Izraelin 2025, ku ju dha medalja presidenciale e nderit për ndihmën e ofruar gjatë gjenocidit. Ndërsa në aspektin kulturor, qeveria Rama ka mbështetur kriminalin e luftës Joel Kaplan, i cili ka marrë pjesë në gjenocidin në Gaza. Qeveria shqiptare organizon javën kulturore izraelite për të maskuar krimet në Gaza përmes promovimit kulturor, dhe qeveria Rama ka nisur të ndërtojë muzeun hebraik të Vlorës, dhe kjo bëhet për të fshirë gjenocidin që po bën Izraeli. Në faqen Muslim Vote, Bakiu bën apel që votën që sot po bëjnë shqiptarët ta përdorim si armë, dhe në faqen e tij Bakiu ka listuar disa persona si shembuj, të cilët mbështesin Palestinën, janë kundër korrupsionit, janë për politika sociale, dhe Bakiu në faqen që ai ka ndërtuar ka dhënë disa nga këta persona që ja vlen të votohen. Në Tiranë për shembull kemi Egert Haxhiun me koalicionin Euroatlantik. Egerti është një nga ata që drejton protestat pro Palestinës zakonisht në Tiranë. Arlin Qorin e Lëvizjes Bashk. Në Durrës kemi Artan Kaçanin, Joni Mëshketën. Në Vlorë Refation Limaj dhe Tanush Çavushin. Në Fier Azmer Dulevit dhe Besnik Manushi. Në Elbastan Valbona Xhlika, Dritan Mitarja. Në Shkodër Amel Pervizi dhe Tet Kopliku. Në Berat Klodian Siqeca dhe Euger Ciapi. Në Dibër Regjina Elmazi, Albert Kojku e të tjerë. Tani, unë po ndërpres këtu prezantimin e faqes Bakiut. Për ju që ndiqni kanalin tim që nuk e keni parë Bakiun, duhet ta prezantoj. Bakiu është nga qyteti i Vlorës, përndryshe me sa unë e di, merret me aplikacione online. Unë jam ignorant nga puna e teknologjisë informative, prandaj edhe këtë bisedë po e bëjmë në Zoom, nga që nuk di si të regjistroj bisedat, nga që sigurisht e dini nga videot e kaluara kam probleme me Skype-in. Baki, mirë se erdhe. Është radhë për ty të na tregosh se çfarë po ndodh. Dhe ta prezantosh edhe veten tënde. Po. Me profesionist i IT-s jam, programues. Okej. Me pasion aktivisti çështjes Palestinës, sidomos unë ndjek prej vitesh, por sidomos të një vit e gjysmë kam qenë më aktiv për shkak të kahut që ka mbajtur qeveria jonë.
që është anormale. Nëse domethënë aktivizmi im këtë vit e gjysmë nuk kanë qenë thjesht pro-Palestinës, po dhe kundër qeverisë aktuale. Për shkak të qëndrimit që kanë mbajtur. Nëse do ishte thjesht neutrale si shumë qeveri të tjera, ndoshta do e përmendja fare qeverinë aktuale. Apo shkarazi, po në të gjendur para fakteve që i kam listuar te faqja, është e pamundur që një musliman që i dhimbse vëllezërit e tij dhe që shikon se çfarë po bëhet me ta, të mos ngrësh zërin kundër qeverisë tonë, e cila është kryekëput për mua bashkëpunëtore në genocid, me gjithë përfshirjen në të gjitha drejtimet që ka bërë me shtetin e Izraelit. Kështu që kjo është me pak fjalë. Pakiti mua më ke dhënë disa linke që unë do t'i ndaj këtu me shikuesit tanë, po munde që të na i shpjegosh çfarë janë këto. Për shembull këtu. E fillojmë nga linket e dyta dhe pastaj kalojmë te këto. Atëherë te linket e dyta që më dhe te këto me Edi Ramën, po, dhe vendet që mbështesin gjenocidin izraelit nga Gaza. Okej? Po. Ky është një artikull i The Guardian. Po. Është më i kompletuar i artikujt për ato dërgesat e naftës që ne kemi quar në Izrael janë të shumtë. Ky është më i kompletuari që kam parë, prandaj kam zgjedhur që ta ndaj. Dhe jo vetëm që ka pas dërgesa nafte në Izrael, dhe ndoshta vazhdon të ketë, por ka ndodhur edhe pas vendimit të ICC-s, të gjykatës kriminale ndërkombëtare. Vendimit për arrestimin e Galantit edhe të Netanyahu si kriminal lufte. Pas këtij dhe pas vendimit që ata po hetonin Izraelin si shtet për genocid. Pas këtyre vendimeve, ne kemi vazhduar t'i çojmë naftë, qeveria jonë ka vazhduar t'i çojë naftë Izraelit. Gjë që e bën bashkëpunëtore në genocid sipas ligjit ndërkombëtar. Kjo është marrëveshjet ekonomike me Izraelin. Ndërkohë që Izraeli shkatron çdo spital të Gazës, ne bëjmë marrëveshje ekonomike në sektorin e mjekësisë me një shtet që shkatron gjithë strukturën mjekësore të rripit të Gazës. Domethënë, unë nuk di çfarë mbriti vë kësaj këtij maskaralloku. Kjo është një nga marrëveshjet ekonomike gjatë genocidit, po flasim gjithmonë, nuk po flasim para. Dhe qershia mbitort është para 2-3 javësh, është bërë marrëveshja ekonomike për rinisjen e shkollës aviacionit me kompaninë famkeqe izraelite të armëve Elbit Systems. Kundër së cilës ka protesta masive në të gjitha vendet e Evropës ku ajo ku gjendet ka fabrika apo ka zyrat e saj. Protesta masive, po ta ndjekësh në Angli për shembull, aktivistët vend dhe mbyllin dyert, prishin kyçet, bëjnë, domethënë janë në nivelet e mosbindjes civile kundër Elbit Systems, për shkak se kjo kompani është drejt për drejt e përfshirë në genocid duke i ofruar armët me të cilat kryhet genocidi, një pjesë të anëve, se ka armë dhe që importohen. Domethënë, kjo është kompani izraelite, ndërkombëtare me filiale në shumë vende të botës, që prodhon armë dhe
çdo gjë tjetër që i lidhet që i nevojitet për kryerjen e genocidit të shtetit Izraelit. Ne lidhëm para 3 javësh një marrëveshje me këtë kompani. Domethënë, ata do vinë të trajnojnë pilotët tanë, edhe nuk e di çfarë do na shesin tjetër, dhe ne do i japim taksat tona për të mbajtur me punë ushtarët izraelit atë makinerinë ushtarake izraelite për të vazhduar genocidin. Ne tani jemi të përfshirë dhe me taksat tona, nuk kemi vetëm shkarazi. Kështu që është e dhimbshme që pas një viti e gjysmë ngritje zërit e muslimanëve të Shqipërisë, qeveria jonë vazhdon t'i thellojë marrëdhëniet me shtetin genocidial të Izraelit. Po ky linku tjetër, ky linku nga reporteri që më ke dhënë. Ky është duhet të ketë rreth një vit, besoj është një anije me armë që është refuzuar nga shumë porte të shteteve europiane për t'u ankoruar dhe për t'u furnizuar për nevojat anije me armatime për në Izrael. Dhe i është dhënë leje të ankorohet në portin e Porto Romanos, nëse se kam gabim. Dhe i ka kryer gjitha nevojat aty për të vazhduar pastaj rrugën për të çuar armatimet në Izrael, të cilat do përdoren dhe janë përdorur kundër vëllezërve dhe motrave tanë në Gaza. Diçka që duhet të cek këtu, nëse mund të kthesh edhe një herë tek artikulli. Mund të ulesh më poshtë, lutem, më poshtë nga fundi i artikullit. Diçka që është këtu te kastrati. Po, që e ka marrë kastrati. Po, tani ky porti ku është ankoruar kjo anija është pjesë apo është në koncesion të Kastrati Group. Dhe Kastrati Group, siç mund ta dinë shumë nga muslimanët shqiptarë, është kompani që kryesohet dhe ndoshta pronari më i madh është Shefqet Kastrati. Që është gjithashtu një farë besimtari musliman dhe ndërtues xhamish në Shqipëri. Kjo për shembull është diçka që duhet të denoncohet nga gjithë muslimanët dhe nëse dikush ka kontakt drejt për drejt me Shefqetin vet apo me vartësit e tij, duhet ta ngrërë këtë çështje që nuk e di sa në deni është Shefqeti vet, po besoj se disi duhet të jetë në deni, që kjo gjë një musliman që i thot vetë musliman nuk mund t'ja lejoj vetes t'i shërbej makinerisë ushtarake izraelite që vret vëllezërit motra tona. Nuk bën sens. Nuk bën sens, domethënë ti të ndërtosh xhami për të rritur peshorën e punëve të mira, dhe nga ana tjetër ti ofrosh armikut të muslimanëve. Ti ofrosh ndiem logjistike. Kjo gjë nuk bën sens. Prandaj nëse dikush ka kontakt me Shefqet Kastratin ose vartësit e tij, ju lutem ti kontaktoni ta ngrini si çështje që ky maskarallëk të mos përsëritet. Shefqeti ka frikë baki se ja prish kompanin, ja merr lekët e Dirama. Do kalojmë te nuk e njoh as Shefqetin dhe as aktivitetin e Kastratit mirë. E sigur që ka interesa të përbashkëta me qeverinë, sepse kështu është e ngritur Shqipëria, por janë ca vija të kuqe që një musliman apo një besimtar nuk mund t'i kalojë në asnjë lloj mënyre, pavarësisht interesave. Edhe sikur t'i shkatërrohet komplet kompania, nuk mund të ndihmohet makineria e luftës izraelite që po bën atë që po bën, që shohim çdo ditë. Brother. Shefqeti ka frikë, brother. Sigur ka frikë edhe shumica e shqiptarëve. Okej, atëherë të dalim te videot e tjera që më ke sjell. Okej, janë disa video që ti doje ti interpretoje. Fillojmë e para me këtë. Ndoshta duaj një foto e Joel Kaplanit unë po tani stani. Okej, dalim njerë me videot e Dritan Goxhaj.
kur Dritani deklaron që janë mbi 200 shqiptar mercenar që i bashkohen në ushtrisë izraelite. E shikon këtë video? Po, Okej. të nisa diçka që mund ta filloj me këtë imazhin që të nisa. Fal, kemi edhe Arjen Çanin i cili thotë që janë mbi 200 mercenar. Këtu është nuk është Arjani, është ja rroba emrin tani, por është Ermir Gjinishi. Ermir Gjinishi, po, Ermir Gjinishi. Po. Janë të dyja video pikante, por të lutem shkarkoje çik imazhin që të nisa dhe nxirre në ekran që ta fillojmë nga fillimi. Ja, një moment. Okej, tani ta ndaj të imazhin që ma nise. Ja, u jemi. Po. E shikon? Po e shoh. Kjo foto është shkrepu gjatë genocidit, do të ketë qenë fund viti, është një nga eventet ku kryeministri Rama dhe tashmë i burgosuri Erion Veliaj bënin në mes të Tiranës, një nga eventet, me Joel Kaplanin. Joel Kaplani, që është majtas, që ka me shenjën pjesëmarrës në genocid, është realisht pjesëmarrës në genocid. Ka luftuar me duart e tij në fillim pas sulmit të Hamasit, kur filloi reprezalja e Izraelit, ka qenë fizikisht në Izrael dhe ka luftuar kundër muslimanëve. Dhe me siguri që ka vrarë të pafajshëm, siç vrasin të gjithë, se këta nuk luftojnë me luftëtarët, luftojnë me civilët, këta vrasin civil, nuk janë se po të luftonin luftëtar me luftëtar, ndoshta s'do ndiheshin, thjesht do prisnin kush do fitonte. Këta njerëz vrasin civilët dhe ky Joel Kaplan ka qenë pjesëmarrës fizikisht në luftën, në genocidin e Gazës dhe afër mendjes që ka vrarë vëllezërit e motrat tona, siç i vrasin të gjithë ushtarët izraelit pa mëshirë. Tani ky është kthyer, ky është kryerabini i Shqipërisë në Tiranë prej 2011-s. Është dekretuar kryerabin me firmë të Sali Berishës. Kështu që kjo nuk është për anë politike gjithë ky projekt. Saliu nuk kishte fatin e mirë që nuk ishte në pushtet që të kryente të bënte këto maskarallëqe që bën Edi. Tani Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë bërë disa evente publike në mes të Tiranës me Joel Kaplanin. Po, është e njëjta në këtë foto jeti Baki dhe kjo foto është bërë virale në internet. Në protestën që u bë, nëse s'jam gabim, në datën 3 maj në Tiranë. Ti ke marrë këtë foto, dy flamuj të Palestinës me kefian me shallin palestinez. Mbrapa në background shihet muzeumi kombëtar dhe kjo si quhet? Nuk më vjen as mua emri po. Ky mozaiku i bën në kohën e komunizmit, ku tregon trimat i Liro Pellazgo shqiptaro arboror, dhe kjo foto është një foto shumë dominante, e kanë marrë besojnë shumë agjenci, e kanë marrë shumë websajte, sepse është një foto që tregon ty duke protestuar, duke mbajtur këtë foto, duke treguar se si Joel Kaplani është pjesëmarrës në genocid, ndërsa Rama është bashkëpunëtor në genocid. Dhe mbrapa kemi këtë mozaik të muzeumit kombëtar, i ndërtuar në kohën e komunizmit, në kohë kur shqiptarët ishin popull krenar i pavarur dhe qëndronin në krah të palestinezëve dhe kundër zionizmit. Sakt. Për ta
çuar më tej pjesën e Joel Kaplanit, këta të pa fytyrë që na udhëheqin nuk e kanë fare problem që të bëjnë evente publike me Joel Kaplani në mes të genocidit. E shikon videon e Joelit që ma ke thënë, që i cili është në tank në Gaza? Joeli në Gaza. Joeli në Gaza, mbi tank, duke kryer rrite për të friksuar armikun në Gaza. Duke i rënë shofarit dhe duke i apeluar Adonait që Adonai t'i ndihmoj që futët kundër muslimanëve, kundër Amalekut që quhet. Domethënë këtu sipas kodit penal të Republikës së Shqipërisë, Joel Kaplani, me sa diun ky është edhe shtetas shqiptar, edhe pse nuk e kanë vërtetuar dot, ka bërë disa krime. E para ka marrë pjesë në një konflikt ushtarak të huaj, e dyta bën thirrje për gjenocid dhe vrasje të civilëve muslimanë dhe të krishterë, është nxitës për këtë luftë gjenocidale dhe glorifikon ushtrinë gjenocidale izraelite. Sigur ndonjë musliman fjala bie ndonjë sigur Genci Balla kishte shkuar në Siri dhe në vend që ti frynte shofarit triste azan mbi ndonjë tank, momentin e parë që do kthehej në Shqipëri, do ishte arrestuar nga Bashkim Lamnica dhe Alban Dautaj, dhe të gjitha mediat shqiptare do ishin vërsulur dhe do e kishin shpallur terrorist. Ndërsa me rastin e Joel Kaplanit, ai jo vetëm që vret muslimanët krishterë, jo vetëm që është mbi këtë tank i veshur si ushtarak me automatik në krah, dhe sikur mund ta shohim rreth e qark, domethënë kanë ushtria kriminale zioniste ka rrafshuar banesa civilësh, ka vrarë njerëz, mbrapa domethënë në background mund shihen banesat e rrënuara, ku aty janë varrosur, murosur për zjallin, ndoshta gra, fëmijë edhe pleq. Dhe ky person që bën krime në mes të ditës me diell, në vend që të përfundojë në burg, konsiderohet si burr i nderuar dhe i respektuar në Shqipëri nga regjimi zionist i Edi Ramës. Apo jo? Po. Edhe një detaj tjetër. Kur Joel Kaplani është kthyer nga Gaza, pasi ka vrarë gra dhe fëmijë, më fal, një moment, Baki, një moment, a ke ndonjë pal kufje se të bën zërieko? S'ke kufje aty me vete? Nuk e, jo, it's okay. Okej, se të bën zërieko. Qofse ke munduar të lidhësh një, vazhdo të flasësh, se po dëgjoj. Çfarë ka bërë Joeli? Disa nga mediat, Joeli e tham çfarë ka bërë, disa pasi është kthyer nga Gaza. Bëri kufjet. Okej, flitani? Flit. Jo, pritje, një mënyrë, ti u zëri, nuk të dëgjoj. Ndoshta duhet ta specifikosh te Zoom-i që ke headphones. E specifikove dot? Flit? Jo, nuk po dëgjoj, dil mbrapa. Jo, hape kamerën. Hape kamerën. Baki, dil me atë mikrofonin që ishe. Alo? Ja, pra miq, jam me Baki Goxhën, ku kemi një problem teknik tani, se Bakiu ka probleme me sa duket me mikrofonin e tij, dhe sigur se e pat Bakiu, i cili është, po presim Bakiun derisa Bakiu të rilidhet sërish në linjë, është iniciatori i kësaj faqes themuslimvote.al. Bakiu po i apelon qytetarëve musliman në Shqipëri, që sot që është dita e zgjedhjeve, të votojnë ta kandidat musliman. Kemi disa persona që janë të shënuar në këtë lëvizjen për Palestinës. Kemi për shembull Refation Limaj, i cili ka dalë foto me kefien palestineze. Kemi antarë të lëvizjes bashkëkohore, të cilët e kanë denoncuar gjenocidin. Kemi Egert Haxhiun, i cili drejton protestat pro Palestinës në Tiranë etj. Dhe Bakiu domethënë kanë ndërtuar këtë faqe. Baki flit, si dëgjosh, tani je perfekt. Vazhdo flit. Dhe Bakiu domethënë ka ndërtuar këtë faqen të muslimvote.al, ku ka dhënë disa
emra si opsione dhe u apelon qytetarëve shqiptarë që sot votojnë, që voton e tyre mos ta çojnë pro gjenocidit, duke e ndërshkuar me votën e tyre qeverinë Rama për krimet që ajo po bën në mbështetje të zionizmit izraelit. Po Paki, mund të flasësh? E lam tek pika që kur Joel Kaplan u kthye nga genocidi, disa nga mediat shqiptare Po, e kanë trajtuar si hero dhe e kanë marrë në intervistë. po, Kanë kryer intervista me Joel Kaplanin, jo si i akuzuar për pjesëmarrjen në genocid, apo për vrasjes si fëmijëve dhe i grave të pafajshme, por si një hero që ka luftuar për vendin e tij dhe çdo gjë shkon vaj, domethënë, mediat shqiptare këto të cilat, siç e përmendë, po të ishte një musliman që do kishte bërë një akt të tillë, për çfarë do lloj arsye, domethënë që të merrte pjesë në një konflikt armatosur, do ishte linçuar publikisht, siç ka ndodhur. Do ishte linçuar edhe jo për pak kohë. Kështu që kemi një standard të dyfishtë në këtë drejtim, që është i ditur, por që ja vlen të ngrihet si pikë. Normal. Kjo është Shqipëria, domethënë, se po më bën rregull. Kjo është Shqipëria e regjimit të Edi Ramës, është një Shqipëri që unë e kam denoncuar dhe e denoncoj prej vitesh, një Shqipëri që kur Rama mori pushtetin në vitin 2014, ktheu në monster policinë e antiterrorit, nga 10 persona që kishte i çovin 104, tani mund t'i ketë çuar edhe më shumë. Është ajo qeveri e cila sapo erdhi në pushtet e nisi pushtetin e saj me reprezalje kundër myslimanëve. Është ajo që bëri arrestimet më të mëdha në historinë e Shqipërisë, që nga koha e Koçi-Xhodës dhe Enver Hoxhës, sulmet më të mëdha kundër klerit, ku u burgosën, u keq trajtuan, u rrahun, u terrorizuan me dhjetra myslimanë në gjithë vendin. Është ajo qeveri e cila në vitin 2016 me urdhër të Mossadit izraelit sulmoi besimtarët muslimanë të Shkodrës me policinë antiterrorit në gënjeshtrat e Mossadit, ku Mossadi pretendonte sikur muslimanët shqiptar do të vrisnin me Kalashnikov lojtarët e Izraelit, ku unë mbajtën në burg, edhe pse ishin të pafajshëm, 4 besimtarë musliman, Mehdi Hasani, Gjezair Fishti, Bekim Protopapa, edhe i tjetër që ja kam harruar emrin se u bën pothuajse 10 vite, se unë i kam ndjekur nga mbrapa. Është ajo qeveri e cila në 2016 në shkurt e ktheu Shqipërinë në bazën e spionazhit izraelit dhe mujahidinëve iranian, ku ndërtoi një kamp terrorist mujahidinësh në Manës, nga ku drejtohen sulme terroriste kundër Palestinës, Iranit dhe muslimanëve në Indjen e Mesme. Është ajo qeveri e cila në vitin kemi edhe 10 minuta, më thot Google, prandaj duhet ta kuvizojmë kohën Baki. Është ajo qeveri e cila, domethënë, në vitin 2018 dëboi ambasadorin e Iranit me urdhër të Izraelit dhe Benjamin Netanyahu nga Shqipëria, dhe që në 2022 dëboi ambasadën iraniane sikur të ishin hajdutur edhe qenë, prishë marrëdhënie diplomatike me Iranin për t'i bërë qefin Izraelit. Është ajo qeveri e cila në 2018 pretendoi sikur Irani do kryente sulm terrorist në Shqipëri, gënjeshtrat e mujahidinëve, dhe kjo i bëri me urdhër të Benjamin Netanyahu. Është ajo qeveri ku edhe pse Turqia ka investuar me miliona dollar në Shqipëri, e ka kthyer komunitetin musliman në një bazë të gylenistëve që bën grushtin e shtetit kundër Turqisë në 2016. Është ajo qeveri e cila aeroportin e Vlorës, edhe pse fillimisht duhet që ta bënin turqit, pa ka dhënë izraelitëve, sikur përmendë ti edhe këtë organizatën terroriste Elbit Systems. Është ajo qeveri e cila, duke përdorur justifikimin e sulmeve kibernetike në 2022, që ndoshta i ka bërë vetëm me izraelitët, i ka shitur të gjitha databasin e shqiptarëve Mossadit izraelit, domethënë sa lek kam unë edhe ti në bank, me kë martohemi, ndahemi, sa fëmijë kemi, ku jetojmë, parpronash kemi, ku banojmë, kë numër telefoni kemi, të gjitha Rama ja ka dhënë izraelitëve,
është ajo qeveri që po i fal shëndetësinë tonë izraelitëve, është ajo qeveri e cila në mënyrë të vazhdueshme i ka përbuzur myslimanët shqiptarë dhe unë ndaj të njëjtin mendim me ty Baki që myslimanët sot duhet që ta përdorin fuqinë e votës së tyre për ta ndërshkuar këtë maskara. Edhe pse shumë musliman janë të dëshpëruar dhe thonë që ama se Edi Rama do fitoj nga që ai e ka bler popullin, okej, ne e dim që ai ka bler pa buksat, por sikur thuhet në këtë shkrim të gazetës Impact, i cili ka të bëjë me faqen tuaj, i cili tregon se çfarë bën faqja juaj, duke përdorur sloganin e kohës së komunizmit, ku komunistët thonin votat tona plumba për armikun, do të ishte që votat e këtyre mira myslimanësh që vinë edhe falen si bakti për Bajram në sheshin Skënderbej, të mos i manipuloj Rama dhe Rama mos të nxjerrë deputet, të cilët pasi do vinë në pushtet, do t'i fusin ata në përburgje dhe do t'i torturojnë. Duhet që t'i përmend shikuesve tanë se çfarë më bëri mua regjimi i Ramës në vitin 2020, kur unë bëra një peticion për t'i dhënë fund torturës kundër Imam Genci Ballës, dhe për këtë peticion regjimi i Ramës jo që nuk më respektoi mua të drejtën e protestës, por më arrestoi, më hapi edhe proces penal me çfarë justifikimi? Justifikimi karagjoz ishte sikur unë do bëja protestë të palishme. Pra, muslimanët shqiptar nuk duhet bëhen sikur kjo këtu, Edira Dyrmishaj, e cila ka pranuar që ta shesi Ferexhen e saj për një cop buk, për një vend pune, por muslimanët duhet që të jenë krenarë. Edhe ose mos votojnë fare të në shtëpi, por po mundën, pse jo, të votojnë ata kandidat që ju keni dhënë në këtë listë, por pse jo ka edhe besimtarë tjerë, njerëz që nga Pollum Seferi në Tiranë, te Lidian Idrizaj në Shkodër, e tjerë, po vetëm që kjo kërm mos jetë më në pushtet. Komenti jot vllai, kemi edhe 5 minuta akoma përpara se Zoomi të na mbyllë, se zionistët nëpërmjet Microsoftit e blen Skype-in dhe i dhan fund fjalës së ri. Zionistët kërkojnë që t'i paguajnë valla. Edhe meqense unë si e kemi edhe fjalën e limituar. Bjeri, 5 minuta, konkluzion, apelin dhe atyre që do na shohin, videon do ta akusim direkt online, që inshallah, më falë, sa është ora tani? 6. Kur mbyllen votimet? Në 7? Në çfarë ore mbyllen? Në 7. Një rrugë 6, tani është ora 1. Ora është 1:20. Kemi edhe 6 orë kohë, apo jo? Pra, direkt në pik, çfarë i apelon muslimanëve të bëjmë për këto 6 orë që kanë ngjitur? Një 30 sekonda për të konkluduar pjesën e Joel Kaplanit. Joel Kaplani akuzohet gjithashtu për rekrutim shqiptarësh, jo izraelitësh, shqiptarësh, qytetarë shqiptar për të luftuar në Gaza. Ka 2 raportime në media që unë kam nisur linket nga Dretan Goxha dhe ai analisti tjetër. Mirë është i përfshish te video kur ta postosh. Që Joel Kaplani ka rekrutuar qytetar shqiptar. Ky është një shkelje e ligjit aktual në Shqipëri dhe është duhet ndjekur ligjërisht. Për të kthyer tek The Muslim Vote, kompilimi i listës, unë jam përpjekur t'i ofroj xhamatit shqiptar në të gjitha rrethet opsionet më të mira që mua më kanë le të themi sugjeruar vëllezër të respektuar të secilit xhamat. Lista nuk është perfekte, është pak a shumë përpjekje një njeriu me një grup ndihmëtash. Por është janë sugjerime, prandaj them në fillim rekomandimet tona, nëse ju shikoni që ju pëlqen apo shikoni më të denj për votën tuaj një kandidat tjetër, jeni të lutur të shkoni të votoni për atë kandidat. E rëndësishme është që vota juaj të mos shkojë për PS-n. Është e pafalshme, e patolerueshme, e pa kuptueshme që vota e një muslimani
të shkojë për bashkëpunëtorët në genocid. Dhe kjo mund të duket si parull, por kjo është faktike. Është faktike, por nëse do ndigjet ligjërisht, qeveria shqiptare është bashkëpunëtore në genocid. Kështu që merreni si një përpjekje modeste nga ana ime për të orientuar votën e xhamatit, po pse jo edhe për të ngjallur pak ata që janë apatik, sepse apatia na ka lënë të papërfshirë në shumë drejtime, kështu që dhe vota është një nga ato. Duhet ta përdorim votën për të përmirësuar gjendjen tonë dhe të popullit tonë. Kështu që ju bëj thirrje të gjithëve të dilni të votoni ose një nga kandidatët që kam sugjeruar ose një kandidat që ju e shikoni të përshtatshëm. Allahu të shpërbleft Baki. Tani kemi edhe 2 minuta kohë për ta mbyllur. Miq kudo që jeni, ky është aktivisti nga Vlora Baki Goxhaj. Por ju kosovar është labët janë rrac zgjuar. Ju lutem, dua që ta ndiqni Bakiun dhe edhe ju kur jeni në Kosovë, bëni pak a shumë të njëjtën gjë që Bakiu ka ndërmarrë në Shqipëri, që me votën tonë ti ndëshkojmë zionistët, vrasësit dhe kriminalët. Për rastin e vëllezërve dhe motrave që na shohin në Shqipëri, ju që votoni, ju që nuk keni votuar akoma, ju apelojmë që shkoni dhe të votoni, dhe votën tuaj është përgjegjësi përpara Allahut. Ne si besimtarë dim që në ditë të Kiametit kur shkojmë përpara Allahut do japim llogari për çdo gjë. Dora për atë që ka bërë, mendje atë që ka bërë, trupi atë që ka bërë. Që të votoni qeverinë e Ramës, do të thoni që ju po votoni pro gjenocidit, po votoni që në pushtet të vinë ata persona që kanë mbështetur gjenocidin. Shumë mund të thonë tamam se është më i mirë Berisha. Dihet që edhe Berisha po të ishte në pushtet do kishte bërë gjëra të tilla ndoshta, por gjëja më e mirë është që kur ke një monster kaq të fuqishme sa Rama, këtë monster ta dobësosh. Është pak a shumë ajo teoria e balancës së pushteteve. Ne muslimanët kemi qenë më mirë në kohën e Bashkimit Sovjetik, se për sa kohë ishte Bashkimi Sovjetik, amerikanët nuk i lejonin dot izraelitët që të masakronin njerëz sikur i masakrojnë sot. Vendet islame që nga Irani, Libia, Siria, Iraku, Somalia, Sudani u armatosën nga sovjetikët. Dhe kështu muslimanët patën një jetë më të mirë se sa sot. Një jetë e cila që prej rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 me ndërtimin e rendit të ri botror u kthyen në një xhungël të zionizmit. Baki, e mbyllëm, mbaroj. Fjalë fundit. Faleminderit Olsi. Allahu të shpërblet. Baki. Inshallah ke sukses. Miq, ju falenderoj gjithëve. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam.